Që të fluturoj një zog, duhet të ketë që të dyja krahët. Me një krah të shëndetshëm dhe me një krah të plagosur, ai mund të bëj përpjekje, por nuk mund të ngrihet lart dhe është gjithmonë në përpjekje. Kështu je ti edhe unë që më dëgjon, pa patur që të dyja krahët të shëndetshëm që të vinë nga nëna dhe babai. Në të djathtë mbrapa nesh është babai jon dhe në të majtë mbrapa nesh është nëna jon. Kjo me sistemin përfaqësik. Në qoftë se njëra anë, njëri krah është i dobët, sado që përpiqesh dhe bën sakrifica, ti qëndron në vend. Dhe ke bllokime në jetën tënde, akoma në jetë, me paratë dhe me partnerin tënd. Këto janë 3 shkaqet kryesore që ti nuk mund të shkosh përpara. Për këtë, të bëj një ftesë në një Zoom së shpejti, do ta shkoni dhe ditën që të marrësh pjesë të forcosh krahët e tua. Në të njëjtën kohë jam këtu për një thirrje tjetër për të gjithë juve meshkujt, sepse dje ndërmjet platformës Zoom kishim një terapi të fortë me sistemin përfaqësik dhe hierarkinë e familjes dhe traumat e ndryshme, emocionet e bllokuara që kanë ardhur deri tani nga paraardhësit dhe ti gjini mashkullore je në mungesë. E di shumë mirë dhe ju bëj thirrje të gjithë juve meshkujve, sepse jemi shpirtra dhe keni ardhur në këtë kohë që të pranoni atë ndjesin tuaj, emocionet tuaj. Këtu është forca juaj. Dhe ne femrat që jemi hena, nuk mund të ndriçojmë pa dritën tuaj. Prandaj, ju kemi të nevojshëm. Jeni shumë të nevojshëm. Jeni dhe krahu i djathtë që të fluturoj fëmia juaj. Dhe që të marrësh dhe ti nga babai jot, nga nëna jote, që të kesh të 2 krahë të shëndetshëm, duhet i pranosh dhe ata dhe mbas atyre prindërve të pranoj dhe ata të kenë krahët e tyre. Për të gjitha këto, po përgatis trajnime të fuqishme për të ngritur energjinë e të gjithë njerëzve në Shqipëri. Duke ndarë përvojën time, metodat e mia si terapiste shpirtërore, si trajnere e zhvillimit personal, si shkrimtare për të ndihmuar për vetbesimin, vetdashurinë, për t'i dhënë vlerën dhe meritës vetes tënde, je mashkull apo femër. E di shumë mirë që disa gjëra nuk i ke ditur deri më sot, ashtu si edhe unë. E di ku është çelësi i të gjithave këtyre. Ndaj, ju ftoj në një trajnim falas baballar bashkë me fëmijët tuaj. Nëna bashkë me vajzat tuaja, sepse gjinia femërore duhet të çojë më poshtë gjinin femërore, gjinia maskullore maskulloren. Duhet të pranojmë dhe njëri tjetrin. Në qoftë se jeni të interesuar të shëroni krahët tuaj që të filloni të fluturoni, në të njëjtën kohë të bëni dhe ju krahë të shëndetshëm tek fëmijët tuaj. Ju mirëpres të mërkurën tjetër. Data 30 prill është dita e fundit e prillit e gjinisë maskullore e forcës tuaj. Ju baballar, pavarësisht se s'dini shumë gjëra bashkë me fëmijët tuaj, por ju ftoj gjithashtu dhe ju gratë me femrat, me vajzat tuaja, të bashkohemi së bashku për një trajnim të fuqishëm falas këtë herë dhe së shpejti për në Tiranë do bëhet dhe një grup tjetër për në datën 23 me 25 që të mblidhemi të gjithë së bashku. Ju lutem
të rezervoni vendet tuaja, sepse në bazë të rezervimit do gjendet dhe salla që do marrin pjesë. Në qoftë se do vërtet të bësh ndryshimin në jetën tënde, bëj diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Unë jam këtu të të ndihmoj me energjinë time të pastër, me dashuri nga shpirti, por vetëm nuk mund të bëj asgjë. Prandaj ju ftoj ta bëjmë të gjithë së bashku për një jetë ndryshe, për një Shqipëri ndryshe, për një kolektiv ndryshe dhe të liroj mentalitetin tonë. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe le të jetojmë dhe ne në lumturi dhe në gëzim. Ne jemi ena, femrat, dhe ju jeni dielli. Dhe presim me tani në këtë marrëdhënie të përbashkët, vetëm këtu do jetë ekuilibri dhe balanca, që dielli të ndriçojë anën. Se deri tani pa dashje kemi qenë në rol të gabuar, kemi dhënë, kemi sakrifikuar, ndaj jemi bërë grindavece, jemi në ankesë, në mjerim, sepse s'kemi qenë në rolin ton. Kemi dhënë më tepër pa marrë dhe kemi sakrifikuar. Nuk është më nevoja të sakrifikojmë, nuk është më nevoja ju gratë që na dëgjoni të jepni nga ajo që s'keni, nga ajo që s'ke marrë nga prindrit tuaj, nga paraardhësit tuaj, 14 breza nga mbrapa, sepse krahët e tua kanë qenë të plagosura. Në qoftë se do të shrosh krahët e tua dhe do të shkosh përpara, të lirosh çdo bllokim që të mundon në jetë, jem femër ose mashkull, bashkë me fëmijët, më shkruani, regjistrohuni dhe të gjitha do shikoni që për çdo gjë ka zgjidhje, unë jam këtu të t'jap vërtet zgjidhjen, në qoftë se aman e do ti. Dhe në qoftë se si e gati, s'ka gjë një herë tjetër. Ju dua shumë, ju falenderoj, ju më pres. Dhe do kemi një lajm tjetër, sepse po organizoj vetëm për fëmijë të moshave të ndryshme, meditime të ndryshme falas, sepse ata janë shpresa jonë, ata janë e ardhmja jonë. Dhe duhet që ato krahët që kanë, që vinë nga ju, të hapen, të zhvillohen dhe të fluturojnë. Ju faleminderit.